përshëndes përzemërsisht çdo njërin prezent këtu, pa I caktu pozicionit që I ushtroni, paralajmëroj se nuk jemi aq edhe të fortë ka fjalimet. Ti fjalë po ja them, ndoshta edhe 3 si shkurt, kur u mor vendimi me hinë në Karaçi, çdo ushtar e komandant ka qenë I vetëdijshëm që kena një me shtetë rrethim në 4 anë, po besa dhe nga ajri e aeroplanëve, helikopterët si që keni po. Me rrugtimin gjatë natës, veç strukturat janë formuar rrugës, 5 kuadrës deri te komandanti batalion të brapa. Nuk na u lash ko shumë e shkurt na ishte ai moment ku Pola Maqedoni na diktoi dhe s'na la mu pregadit. Për ja, mund t'ju them se si pjesëmarrës I luftës Kosovës, besa dhe prej betejës fillimit të anumshëm lindjes deri këtu, beteja Raçenit ka qenë një beteje pa barabartë. Tash në di fjalë dhe t'ja them, I vetmi që është më pak meritor për këtë betejë jam unë, ndoshta kam dhënë urdhra e disa ideja, po ushtari I thjesht, deri te komandantët e batalion e kompanive, komandant Arusha, I Araçinës, I Preshevës, Teli I Shqipërisë, Zhyj Hamza I Glagjanit, gjithë kanë qenë pazavendësueshëm. E thëmë cili jam I më pak I pa meritor, sepse jam dhe I vetmi personi UÇK-s, më ston komandant që kam qenë në shtab, kam dhënë urdhra, e kam përcjell citatën, kurse komandantat e kompanive në 100 e diçka ushtar kanë dalë krah për krah kanë luftuar. Kur jo pe dobësisë fronteve tona, vjen vetë thjesht, po pe aq ashpërësisë të madhe se 5 helikopterë veç për 20 minuta shprashin mbi Araçin bine dhe shumë më afër të aeroportin e kanë shpras mbi pozicionet e tona. Dhe shpesh herë kur u lishteshin pozicionet e UÇK-s edhe komandantat dilshin qerosh në mesin aty edhe pranë, ato 2 ditë se kanë vënë shtab. Ka qenë të tjeli. Edhe shumë komandant, respekti jashtëzakonisht të madh për çdo shok të luftës, ushtar të UÇK-s, gjitha beteja sidomos kësaj, familjarët e dëshmorëve, e shokët tonë, Zoti I pasmëshiru, e shpërbli, kitu bim duhet të mbahet, jo me na dham neve një krenari, për ju ta përkujtoni se dikush ju ka dhënë sham, ka liftu, ka rreziku jetën e vet, ndoshta shumica për neve kena lënë anësh edhe fëmijët e tonë që kanë pasuja, shumica jonë edhe kena flag, që ju ta mësoni. Kishmi dashur që politikanët tanë, jo 100% kam ngulin, është edhe një për ja thonë se harrova, në atë 3 ditë luftimi, asnjë ushtar se kam ndërgjuar që më ka thonën komandant 5 anë të rrethekun tërhekmi, pa shatëllumin zotje. Me kam ngulje kam luftu deri në momentin e fundit. Na vrashin shok, çajshmi, u frikojshmi, edhe frikën a pas, kujtën e të rejë, është njeri ka frikë. Po me kam ngulje, ideali I kombit ka qenë sakrifica për lirien, morëm përvojë me shumë shok, tëll pe luftës Kosovës, dhe këto në Haraçin kanë luftu djemët e shqiptarisë, Shqipërisë, Preshevës, Kosovës, po edhe nuk ka qenë numri I volë edhe nga Haraçina vise tjera, një batalion I pa kompletuar. Dhe për përfundoj, kishëm I dashur që politikan tonë, jo 100% që shkemi banë, ne, kam ngulje, mos t'i lam në asë një plan pozicionet e tona, këto 10% kanë ngulin për drejtat e shqiptarëve, kujdo në Kosovë, Shqipëri dhe Maqedoni. Ju faleminderit për respektin, ndoshta ju kanë një përshëndes, por se kam fjalë, se kam atarsi.